zyrtarët e vetëvendosjes. Kjo do më thënë, a kishte akt më të shëmtuar se sa biseda e zonjës Kusari, që ishte me Radojqiqin kundër vlerave të UÇK-s. Dhe asnjë njeri nuk guxoi të delte kundër. Çka folje kundër vlerave të UÇK-s? Jo, asgjës. Pa u koordinu me te. Kundër vlerave të UÇK-s. Çka tha kundër UÇK-s? U koordinu kundër ngritjes, se aso unë nuk di vlerë që shqiptarët kanë më të shejtë se sa vlerat e UÇK-s. Dhe për të mos u ngrit... Fare s'ka qenë tem UÇK-ja. Për çka kanë biseduar? Merë ndëgjoje pra. Po mirë, për çka kanë diskutu? Kanë diskutu, për çka çështjes kanë diskutu? Sigurisht se çështje të tilla për veteranë dhe kategoritë të tjera. Dhe asnjë njeri nuk doli, gjithë dolen gara kush po e mbron më shumë. Domethënë kjo qenë ka e mirë, a këta tjerët kur po devijoj kanë nga çndrimet kanë qenë të mirë dhe ata tjerë kur kanë dalë pe vetëvendosjes, që kanë marrë guximin me dalë si 15 që kanë dalë. Pa i ekzekutuan më qatë mirë, po i shpallën tratarët, Serbisë, natyrisht që partia që i largohen, ajo nuk i duar tërket ata. Është gjoja më normale. Partia që largohen vetëvendosja e ka investu si kultur linqimin e të gjitha tyne që largohen prej partisë vetë. Kjo është e ditun. Makineri ka vetëvendosja që i linqon njerëzit në rrjetet sociale. Më ka ndodhur dhe mu personalisht që unë jam apartiake. Nuk jam apolitike, jam apartiake. Nuk po të nglonë që ashtu ditë. Apolitike nuk jam, thash. Apartiake jam. Të gjithë linqimet që vinë në rrjetet sociale janë të vetëvendosjes. Nëse nuk e preferon, nëse nuk e pëlqen, nëse se voton Albin Kurtin, je armike, je me shkijet, je me këtë, je me atë. Vështë kemi kujdes me fjallon, jemi në transmitim televiziv. Peci, për shambull, ka pas deklarime politike në kohën e ngërqit në kuvend, që po të propozoj Glau Konjufca për kryetarët kuvendit, do ta kishte mbështetjen edhe të deputetëve partive tjera. Pse s'ka një mbështetje të tillë për kryeministër? Faktikisht. Konjufca prej figurave që e ruan një farë kontakte edhe me pjesën tjetër të skenës politike, apo thjesht po konsiderohet si mundësia e dytë dhe prandaj po vlerësohet që s'është edhe aq serioze në aspektin si po deklarohen parti tjera? Ka aktualisht, për shembull, ne kam dëgjuar në deklaratë zotit Haradinaj, kryetari të Aleancës për Armërinë e Kosovës, ai pati deklaruar që do ta votonte hipotetikisht nëse vjen një emër i Konjufcës, mirë po jashtë kësaj për shembull na për këto muaj të fundit e kena pa një skemë se situatat politike lindin. Domethënë nesër mundën me lindë një situatë e re politike dhe masnej krijohet çfarë diskurse mendime dhe taburizime. Domethënë edhe këto studio hiç pa si t'ja po mendimet, krijon dy tabore, domethënë pro kontër edhe krijohet një epicentër, ndoshta vetëvendosje edhe që aty doan gjanat. Mirë po, jashtë kësaj do të më mendu për shembull që 3 muaj na lidh përmes emrave. Domethënë te ke pas një antar kryesisë që s'është votu, edhe ke pas një kandidat për kryetar të kuvendit që s'është votu, sherrri emrit. Domethënë ju ka bë presion partisë fituese që më ndrua emrin hipotetikisht pas 10 tentimeve dhe ardhë një emër tjetër që o votu dhe o kry procesi. Timal Basha, është? Po, Zotri Basha. Tash, do më thonë të qëfar roli lunë Zotri Basha, ose Zonja Agje, ose hipotetikisht kusht ish vendosë si emër atë, qëfar roli ligjor lunë brenda kuvendit. Ende sot nuk e marrë vesh pse kanë dashur në muj me shku për një emër. E njëjta, për shembull, njëjtën logjik, do më thonë partia shkoj edhe në mandatarin për kryeministër.